Tani për reformën, fjala reformë në vetvete parashikon ndërhyrje në sistem, faleminderit, ndërhyrje në një sistem me qëllim përmirësimin e tij për ta bërë më efikas, më të drejtë dhe për të përshtatë me nevojat e kohës. Nisur nga ky fakt, unë për të mos tregu video që janë nëpër telefon apo janë dhe të shpallura publikisht, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në objektivat e veta, në momentin e mbylljes reformës, po themi, të grupeve të konsultimit dhe ekspertëve, ka shpallë një spot publicitar në cilin parashikohen 5 pika se çfarë synonte të realizonte reforma me ndryshimet e veta në drejtësi. Unë po i përmend për efekt publikut. Unë i di absolutisht dhe shumica për ju që i keni votuar absolutisht që i dini, e prezumoj këtë fakt, se keni ngrit dorën 140 deputet majt dhe djathtë dhe këtë që po e them i vjen mirë dhe atyre gjyqtarëve, prokurorëve që janë prek padrejtësisht nga reforma. Tani, 5 pikat ose çështjat që synonte të rregullonte reforma ishin: e para korrupsioni, e dyta është mungesa e pavarësisë së sistemit gjyqësor, e treta është tezgjatja e afateve të dhënies drejtësi, e katërta është standarde të ulta etike dhe profesionalizmi në gjyqësor, e pestë është aksesi në gjykatë. Tani për korrupsionin, ta japin qëndrimin e vetë qytetarë shqiptarë që e kanë bikurriz. Unë nuk do flas për ata. Edhe publikisht, personalisht, unë nuk jam gjyku për sa i përket pasurisë në shtyllat e kriteret e vetimit, dhe pse hoqa dorë nga. Kështu që e kam drejtën morale dhe personalisht ta them këtë gjë. Për 4 kriteret e tjera do i marrim me radhë, e do u themi mungesën e pavarësisë. Pra e vetmja arritje në këtë reformë është që prokurorët janë botë pavarur. Pra nga një sistem unik dhe i centralizuar që kontrollohesh nga prokurori i përgjithshëm, tashti prokurorët janë bërë si dhe gjyqtarët pavarur. Kjo është arritje, duhet ta pranojmë. Pra nuk jam nga ato njerëz që reforma nuk solli risi. Ama nga pikpamja tjetër, për sa i përket pavarësisë, vetëm përbërja e këshillave, Këshillit Lart të Prokurorisë dhe Këshillit Lart Gjyqësor dhe vendosja një dispozite në kushtetut dhe në ligjet përkatëse për reformën drejtësi që thotë që kryetari i KLP-s dhe i KLQ-s nuk duhet të jetë nga trupa gjyqësore, e para përbën ulje për mendimin tim, për çdo që i lexon, të pavarësisë gjyqësorit, nga 9,6 që kanë qenë përqindjet në 6,5. Dhe e dyta shkallë më të lartë ndikimi të politikës në përzgjedhjen e drejtuesve të institucioneve. Çfarë duhet të them me këtë? Ne kemi nëntun rregullore që drejtuesi i punimeve të kuvendit mund ta interpretojë si dojë rregulloren dhe mund ta çojë këtë sallë edhe në kaos, edhe drejt një procesi normal, gjë që e kemi pa gjatë kësaj kohe. Kështu që edhe rëndësia e titullarit të institucionit në organizimin dhe mbarvajtjen e punës funksionimit të atyre këshillave është shumë e rëndësishme. Së dyti, tezgjatja e afateve të dhënies drejtësi. Ne kemi raportim nga KLG-ja, të paktën në komision ku atje bëhet jeta parlamentare më e saktë, më rregull dhe në aspektin etik profesional shumë ndryshe nga këtu. Unë kam parë që procesi gjyqësor në Shqipëri nga viti 2023 në 2024 është shkurtuar me 16 ditë dhe jo i gjithë procesi. Po nga 9 vite që janë proceset me kozgjatje më të shpejtë, deri në 16 vite që janë ato më të largëtat, janë shkurtuar 9 vite pa 16 ditë dhe 16 vite pa 16 ditë. Në qoftë se kjo quhet arritje mas 10 vitesh, unë besoj që asnjë nga kolegët e mi s'kam qefti përmend me emra, po i kam komision aty, apo më thon komision, që quhen dhe baballarët e reformës drejtësi, e kuptojnë që kjo nuk është plotësuar si objektiv i reformës drejtësi. Standardat të ulta dhe profesionalizëm. Pra ishte në atë kohë standard i ulët dhe profesionalizëm, ndërkohë që sot kjo është arrit. Si u arrit? Pra nëse reforma është bërë për individ, që për mendimin tim është bërë për individ, sepse Shqipëria vuan akoma kulturën dhe modelin psikokulturor të goditjes së individit, ose ngritjes pjedestal të individit, jo të parimeve, në rastin konkret edhe ky objektiv i reformës drejtësi nuk është realizuar. Së pesti, aksesi në gjykatë. Edhe për qytetarët, edhe politikisht, aksesi në gjykatë mendohet që ekziston si e drejtë në ligj, po në fakt kjo është mohor qytetarëve.